Na duhet përmbysim këtë sistem të kalbur politik, sepse nëse gjërat vazhdojnë kështu, ky niveli i korrupsionit, i kapjes së shtetit, dominimit të oligarkisë, i kushteve të këqija në punë, i pensioneve të ulta, sigurisht që alternativa më e mirë do të jetë emigrimi. Rreth 50.000 njerëz emigrojnë çdo vit nga Shqipëria, na e thot Instati këtë gjë. 1 milion për 16 vitet e fundit. Shumë janë. Instat. Jemi 2.400.000 me regjistrimin e fundit, me censusin e fundit të popullsisë. Po të bëhet censusi mas 10 vjetësh me këtë ritëm do jemi edhe 500.000 apo 600.000 më pak, që është vërtet e papërballueshme. Që duhet ta përmbysim këtë sistem qeverisë. Do duhet të ndërtojmë një infrastrukturë të aktivizmit politik, të kërkimit llogarisë ndaj atyre që janë në pushtet, atyre që do vinë nesër në pushtet, pasi të kemi përmbysur këta të sotmit, sepse vetëm kësaj mundet që ekonomia shqiptare, po edhe institucionet tjera që garantojnë drejtat tona sociale, ekonomike dhe politike të jenë funksionale. Shqiptarët do të qëndrojnë në Shqipëri edhe do të fillojnë të kthehen në Shqipëri. Jo kur Shqipëria të bëhet si Gjermania, se mbase s'ka për të ndodhur kurrë kjo gjë. Mbase edhe ndodhur, mbase s'ka për të ndodhur kurrë. Por ama kur ta shohin që ne po ecim vërtet përpara. Më kupton? Sepse është shpresa se nesërmja duhet më mirë ajo që të mban këtu. Pra nuk është thjesht e tashmja që është po aq e mirë sa gjetiu. Kur ti e sheh që në vendin tënd përmes punës, përmes sipërmarrjes, përmes studimeve, ti mund të avancosh. Mund të kesh një jetë më të mirë, nga ana ekonomike, nga ana sociale, më të qetë kështu me radhë, atëherë ti qëndron në Shqipëri, madje kthehesh në Shqipëri. Nëse krijohet bindja që këtu gjërat do shkojnë më keq, ose do qëndrojnë në vend. Se mos harroni, një botë që lëviz, të qëndrosh në vend do thotë kthehesh mbrapa, ti je mbrapa. Pra, nëse vazhdon kësaj, patjetër që shqiptarët do vazhdojnë të largohen.